mëngjesi YouTube-i, mirë se erdhët në 2026 zyrtarisht. Ju uroj që t'jetë një vit sa më i mbar, me sa më shumë begatim, me sa më shumë shëndet, dashuri dhe lekë. T'ju sjellë çfarë t'ju këtë dëshiruar zemra. Unë sot po e nis ditën, po bëj një mëngjes, pritni. Se kisha vënë diçka keq te sopa, po bëj një mëngjes me omlet, me vezë dhe me spinaq. Jemi rikthyer regjimit sepse kemi egzageruar jashtëzakonisht shumë fare. Këto kohë që ishim me pushime, por shqyr që nuk kisha marrë kile, kisha marrë vetëm 1,5 kg, gjë që e prisja, po mendova se do kisha marrë më shumë kilogram, por jo. 1,5 kg është më se normale, mendoj se deri në fund të janarit do humba të edhe një 3 kg më shumë. Po i futem regjimit seriozisht me mëngjeset e mia të thjeshta, vezë me spinaq, kos, me farallini dhe gjëra të tilla. Kam nisë edhe palestrën, e bëm abonimin që të dy bashkë me Andin. Jemi të dy palestraxhin tash, të tanë të thujem hekura. Vajtëm t'i e bëm edhe pak shopping si e pat, blem ca gjëra për palestër. Unë të mia dova t'rregoj më vonë, Andi bleu më shumë se unë, sepse kishte më shumë nevojë. Por të hëmoja, nuk e dija e keni pa hëmë move, unë kam ja 2 vjetë që ble streqe atje, edhe është shumë e mirë, mua më pëlqen, sidomos gjatë uljeve bën goxha mirë ulje, i çon xhinse ato streqet me 15 euro, edhe braletat, sepse unë nuk punoj dot pa pasur një support. Edhe ju gocat në qoftë se jeni fillestare në palestër, ju këshilloj që të keni një suport e pjesa e gjoksit, një tip bralete, sepse më vërtet do bëjnë diferencën. Edhe më vonë nuk do të jeni dhimbje dhe të gjitha. Besoj se ju që jeni për herë të parë se kush vete për shumë kohë, e di këtë gjë. Edhe kështu unë po bëj mëngjesin, pastaj të dalim me atë shoqen. Këtu është -2 gradë, por koha thotë që është -2, por ndihet sikur është -11. Është aq ftohtë sa nuk e keni iden, por ka rënë që me datë 2 janar, edhe akoma nuk është shkrirë, edhe presim prap të bjerë borë. U kënaqem tash s'du më borë. Kush e di se do na vi fatura e ai cunku të ngrojes, të pesta që gjithkohës aq ftohtë ka qenë. Time you move like water and taste like wine. You're holier than I am, holier than I am. Gentle hands, golden eyes. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am, holier than I am. I am the dust, you are the rain. Sa po erdha në shtëpi, më zuri dhe bora. Hera parë që jap makinës me borë, nuk i kam dhënë kurrë që të bjerë borë dhe unë t'i jap. Gjithsesi, kjo është dreka ime që e kam lënë gati që dije, biftek me perime të pjekura. Edhe do haj drek, por para se të haj drek, që e nëzora në frigoriferi se ishte akull, do bëj pak drekën e burrit edhe drekën time për nesër. Duke që se ne tashmë ikim në palestër, duhet hajmë goxha protein, edhe kam marrë filet të pule, që do ta bëj bashkë me një sallat me patate, edhe borzilok që kisha blerë, domethënë do bëj një sallat patateje, edhe do bëj dhe filet të pule në furr. Këto do i fus të gjitha në furr. Edhe kur ftohen, hahen, s'ka problem se po e bëj kështu se nuk fokusohet kamera. Bëra edhe një dëms të vogël bëra. Mëra një xhaket, e pata ajo e zeza, super yll, se këta fudorezat e mia. Oh my god, sa e bukur që ishte. Është ekstra large, por ishte prerë shumë e vogël. Më rrinte pak fare. E ngusht, domethënë më rrinte shumë fikse. Edhe unë nuk jam mësuar që të marrë rroba fikse, si gjithmonë i marrë oversize, por thash kësaj radhe, thash no. Kjo ngjan si gryksja që kemi pasur neve kur kemi qenë në klasë të parë. Nuk e di, fëmijët sot vënë më grykse të bardhë,
me jak të bardhë, të zezë, nuk e di ma bën. Por, unë kur kam qenë në klasë të parë, kam pasur shumë qefe me zëprisje të vija. Që kështu, ta e mora qaket, rinte super yll, ka një prerje shumë të bukur, me grykse, pa grykse, me këtë qafën pa jakën, jakën, dhe është yll, është perfekte, prerja ishte shumë e bukur, materiali më pëlqeu, ishte koton, dhe është koton mos ja futa kot. Lexova një gjë, kur janë këto etiketat e zeza, thonë të Zarës, kështu, supozohet që është shumë më e mirë sa ajo etiketa tjetër. Kjo nuk të nga gjë fare qa është. 6%, 100% poliester. Koton që nga. Por, nga 70 euro ishte për 20 euro. Unë e mora sa më pëlqeu shumë, mu duk shumë e bukur, nëse e doni kodin më shkruani, se e gjeta dhe online, edhe rrinte një super yll. Vetëm këtë mora, më pëlqeu edhe një bluzë, bënte 20 euro, por kam harxuar shumë lek. Do më thënë kam harxuar për skonto, unë i preferoj skonto, të blej gati gjithmonë, çdo gjë që veshët e çdo gjë që kam, e kam blerë në skonto dhe s'më vjen turp të them, gati kur nuk blen në full price, gati kur, se ka raste që më shkat dhe mua dora, por skontot i kam shumë qef se gjenë gjëra shumë bukura, edhe mendoj se i mbaj deri diku mirë rrobat edhe i përdor edhe 2-3 vite më vonë, nuk e kam problem. Që kështu kam fokusuar në ca gjëra që më kanë pëlqyer edhe kam harxuar ca lek që s'duhet i kisha harxuar sepse duhet të kurcejmë. De noche canto por ti, tú no respondes, luna te perdí por otra mujer, por otra mujer, por otra mujer. Nicht meine. Po sa lek pas... Das meine. Sa lek pas ke pas? Jam on grumë, ne solë me e bashkëpuni. Ti sollim më aty? Se ja bëj pëlqeve, se ke për shumë lek si vjet atje. Po, aja da me klientët. E so pushat mirë tani. Po hapja bur. Ajo është e jotja. Kemi marrë për palestër. E shilja? Kemi pagu 60 euro palestër në muaj, kemi harxuar 200 euro rroba, edhe mos të ikim muajin tjetër më. Jo, vërën do shkoj. Ti do shkosh. Sa e mirë që nga jo për mua me të streqe? Po, për ty janë gjitha, dhe për e marrë nuk jam për ty. Krast. Qik dengun sa shumë ke blerë. Se mendoj njerëzit na që nuk i tregon ti që vetëm unë harxoj lek. 1 për palestër, 2 për palestër, 3 ka marrë shtu me shku palestër me arë dhe kudion. Lokësi tani, shkallë e vjenë edhe këtë me zingjirë, edhe mund ta marrë për qefet, është për palestër dhe të tutat. Për palestër, po tjetër? Për palestër, kaq. Po dije sa bleve për palestër? 100 euro. Ha? Më që më shumë. Jo më jo. Okay. Aq, të jetë 13, po aq. 95 euro, 100 euro. I bje, po dhe edhe qrapet. Po i kena marrë se të kena marrë palestra seriozisht. Nuk i kena marrë, i kam marrë, thoj. Nuk i kena marrë bashkë. Po gru, jo rroba dhe jo se bashkë, vetë unë i kam marrë, po palestra një në marrë bashkë me qef. Thashë, jo, unë se kam marrë me qef, unë për ditë e më zlutiki. Me vërtet, ka çdo ditë, zoti qore kemi nisë, e randa, rrim shpisot. Ja, është bje borë, ne ikim palestër. Palestra shko gru, nuk po bëjmë palestra aty poshtë. Ke makina në rrugë. Nuk pa pastrojmë bore, ne? Po, nuk po të fosëm punë, me edhe krip në rrugë. Dhe që dëshem palestra dhe Ja. të thy me heka përsh. Mosu iket, po do iki që se si. E kuptoj pse s'kam shku kur me ty në palestër. Po se unë shtirë në armë, Jo, ti nuk më shtynë, ti më detyron të vetëm palestër. shumë mirë. Ne lam 3 herë në javë, jo ditë për ditë, java ka 7 ditë. Për ditë kërë. Ta kisha ditë, s'kisha prenu. Për mund të kthej mrapsha dhe
Mas na ja gjo 30 që të shumë. Ti ikin për... Po do vi unë, se vetëm do i kështi dhe dje. Ishtë bumet. Pse? Ti hajde mund të rrush nga gjomi. Po s'më intereson mund të rruj, mërzitem vetëm në shtëpi. Okej, shumë mirë. Hajde, pra unë po hiki. Edhe unë ish pa faj, jo, se do më s'lash gjep mos të mersha unë. Po vjen nesër mua një gjup i lartë. Një gjup i lartë. Ka marrë shqipe, një gjup i gjatë, dhe me toja dhe një lartë. Një mora dje këtë bluzë për palestër, mora dhe një tjetër rozë për palestër, te palestra që s'dua të shkoj, dhe më shtu në andë të vete çdo ditë. Mora këtë bluzën pipi pink, e adhuroj këtë ngjyrën. Online, se kjo paku e ishte online, kurse këto i morë fizikisht dje. Mora këto çorapet, andi i mori ngjyra blu kështu, unë i mora të bardha besh kështu. Tregoj palto që ke morë. Palto s'ka ardhur, vjen nesër. Jo, kjo e gjoja. Tregova xhaketën. A e ngjan si grykse që kishim kur ishim klas parë në parlamenti? Po. Edhe mora këto streqet, janë kështu si has kafe, këto thoshin kafe, po kjo vjen më shumë si ngjyrë patlıgjani. Këtë mora edhe një bluzë e bardhë që më ra. Këto mora për palestër, unë kam shumë gjëra për palestër, si një njeri që s'kam shkuar kur në palestër në Gjermani, kam jashtëzakonisht shumë gjëra për palestër. Andi? Isha për gati unë, tani do vishemi dhe do ikim palestër. Por duke qenë se unë kisha 6 muaj që bëja ushtrime nga shtëpia, nuk e kam ndier fare ndryshimin. Fare, as i kock nuk më ka dhënë, as i muskul, dhe me pak supet një ditë kur bëra për supet edhe për gjoksin dhe vetëm kaq, asnjë gjë tjetër, edhe kam bërë palestër. E prap nuk do të vinë. E prap nuk do t'i ki. Kur iki atje i bëj ato. Nuk kam vështirësi që t'i bëj, ato që më thot Andi bëj, ose ato që më thot programi. Por përtoj që të vishem dhe t'i iki atje. Kjo është dembelesa ime. Por hëngra me dhe drekën, burri më ka komplimentuar 100 euro sot. Bëra i sallat me patate me fileto pule, edhe doli shumë e mirë. 100 euro më tha. Lumshin duart. Mendoni ju se më dha në lek të pjera një durat? Jo, vetëm kaq më tha lumshin duart. Atëherë dije, online nga Hameja, ky xhupi, që si tip kështu, xhupi i thënxhin, se është si tip pellushi, mora me ulje 20 euro, por s'mori bukur, po e vesh si për palto se është shumë i madh. Dhe më thëmë rria i zakonisht shumë i madh, sa dhe si për palto s'më bën. Shikon, në qaj si ata gangstera dërunës, koka e vogël edhe ky ka që mathi do thonë e këvesh si për paltos, jo, kështu rri edhe poshtë paltos. Dhe më thënë nuk më rri bukur fare. Duket sikur ke futur 2 erë, si më rrinte shumë, e shkoni sa i lirshëm është. Shumë i madh, i bukur ishte, unë ekstra largjin ka marrë. Edhe është gjigant, që kështu, do iki tani që shë thashtë të Ikea, para se t'iki do ndalë edhe në qytet, të kthej në qytet, do ndalë në qendër, ku është HMS në qytet jam, të kthej këtë, do iki dhe të fusej një kokën të Zara, se ka bës kontot e fundit, edhe kështu dita. Të nisemi, sepse më bajti goxha bon, por shqyr, pas disa ditësh, po shofim 5 gradë, jo më -2, jo më -3, jo më -4, por 5 gradë, që është e përballueshme. Some things I never thought I needed. Some things I never thought I'd have. As if they are too hard to believe in. The moment I ever call them mine, I knew exactly what I was calling. I knew exactly what to say. Erdha nga Ikea dhe t'ju tregoj me shpejtësinë e erës se qa bleva, për në njës këtu se kam apaj. Bleva tasa qelqi, bleva shumë tasa qelqi, do i flak të gjitha plastikët, edhe ato që ka Andi për të marrë putë me vete, ta marrë me qelq, do zotin nuk e thyen. Edhe pse thash që për Andi kemi marrë dhe një termus, shikoni sa super është kë, ishte 10 euro, ka qitë këto të veqël brenda,
për të hedhur ndonjë dëng për sallat, mëngjeset, është edhe i madhi, edhe me kapakët me të tëra. Kjo ishte 10 euro dhe ka 5 copë, se ka edhe këtë brenda. Tashi, unë kam vendosur që ky vit do më gjej shumë ndryshe. E kam ndamendjen me veten, edhe me veten. Dua që të ke mundësi, duke qenë se jam edhe në punë, punoj edhe më shumë orë, të ke mundësi që ta lë drekën gati. Unë e haj drekën e ftohtë, edhe Andi gjithashtu, edhe kjo një sesje e para. Edhe Andi gjithashtu e ha drekën e ftohtë, nuk e ka problem. Pastaj këto mund t'i fusim edhe në furrë, që mund t'i ngrojmë, me sa shoh, t'i googloj një herë. Edhe mund të thash edhe që parë si mua bet se po bëjmë e përsëritur. Mora gjitha ato si këto tasat, mora dhe këtë që ta hap edhe ta vendos aty poshtë, se kam një vend që më rri gjatë kohës kot. Mora dhe këtë tasin kështu, mund të jetë në një gjelë, në një lëngë, supë. Mora edhe tasat kështu, të thjeshtët. Mora edhe një tas të madh fare. Mora edhe këtë për lule, se më duk shumë e bukur. Mora edhe lule, në atë rast, mora edhe tulipana roz. Që mora tjetër, mora edhe diçka. Mora edhe këtë vazon e vogël, për lule kur bëjnë një drekë, dhe ta vendos aty në mes të tavolinës të duket shumë bukur. Edhe ky është parfumi, po. Ky është qëriri im i preferuar nga IKEA. Ka një aromë o zot sa e mirë. Kjo është perfekte. 5 euro ishte, me që direkt do nisim të gatuajmë, po e heqim se më kanë mbaruar këta që kisha, edhe ta ndezim. Është i bukur kështu, vjen si nuancë roz, edhe shkon tashi me këto dekoret si për pranverë, që mezi po presim të na vi pranvera. Këto mora edhe kapakët e këtyre. Kapakët kushton nga 2 euro, edhe unë mora të gjithve kapak. Thash, du ta mbaj frigoriferin nxixë, edhe vetëm me gjërat të sistemuara. Edhe qesen. E kam ndamendjen. Të më shikoni mua pas një jave. Ishte plan kodja. Këto të tëra i bleva 60 euro te IKEA. Do ndërtoj, si fillim do nis do gatuaj, se e kam shumë uri dhe Andi vjen së shpejti. Kam marrë këtu edhe një laks. Mora 1 kg e 200 gram. Mora një pakot madhe. Më pëlqen kjo që merret alti. Edhe do nis direkt të gatuaj të hiq këtë bluzën, se pantallonat i hoqa të bardhat, se kush ishte budall dhe kishte dalë sot me pantallona të bardha në gjithë këtë shim, unë nuk e di për këtë bëhet fjalë. I bëra zhull pantallonat. Tash do nis do gatuaj. Kam edhe një 2 em për të largët i futi lavastovilja, por si fillim do nis do gatuaj, sepse kam shumë uri. Do nis do bëj salmonin, do vë këto më një anti-laj, pastaj ndërkohë që ato piqen laj enat, edhe pastaj të sistemojmë edhe të bëjmë shumë bukur të frigoriferin. Shikoni qa idesh kam si vjet. Edhe shumë e skontot nuk është se kam bler rroba, nuk e ktheva pallton që bleva te HM-ja, sepse nuk më doli koha. Por këto janë shumë të bukura. Thoughts are wandering away with me today, fading into grey. Say that it's okay. Painting pictures of this silhouette in vain, just here to speculate. No fear, I test my fate. No. Thoughts are wandering away with me today, fading into grey. Say that it's okay. Painting pictures of this silhouette in vain, just here to speculate. No fear, I test my fate. Innocence and honesty keep signaling my brilliance. Living in this harmony, it's hard to see the change. Ignorance and poverty, we're sinking in resilience. Adrenaline, my arteries are masking all the pain. I symbolize the vigilance, we need to rise above it. It makes it hard to breathe. Ja ku jemi në një ditë tjetër, është diel, edhe supozohet që sot është dita më e ftohtë e vitit. Sipas motit, sipas paralajmërimeve, sipas të gjithave. Do të thënë deri tani, se nuk e dim çfarë do ndodhi më vonë. Edhe ne për një shëtitje. Po, aq shumë ftohtë është, sa shikoni. Ky liçeni këtu. Që
është i gjithë i ngrirë sa mbante njerëz sipër, aq i ngrirë. Se po e provonin ja dy, edhe pse nuk lejohet, ja adhuroj gjermanët, vetëm se kur bën ai butallik nga një tjetër, direkt i thon, ti nuk lejohet ta bësh atë, i thon. Mos e bëj më. I flasin. Po. Po, sepse aty lexonte që ti nuk lejohesh që ti jepje mbi liçen. Ishte shkurtme dhe ishte edhe me foto. Edhe ikën ata atë biçi ishin që po e provonin. Nuk më pëlqen se reagojnë mirë njerëzit kur i thua që ti nuk lejohet. Jo s'ka ç'të duhet ty se ç'a bëj unë jam i lirë andaj këndej. Këtu nëse dikush të thotë që ti po bën një gjë gabim, askush nuk thehet që i shif punën tënde. S'ka që duhet ty, sepse supozohet që ti je në komunitet edhe ajo gjëja siç është e imja është edhe e jotja, është të tërë bërë. Për mund dalot edhe për ty, apo siç është e jume. Hajde këtej se mos të shkallëzim. Edhe kështu. Po nuk e di pse. Edhe po ka ngrirë e thjesht nuk e shohim ne. Edhe kështu dolëm edhe neve. Dolëm në një si tip pylli. Pse donin një kështu pyll më të hapur faktikisht. Po, me më pak pemë që të binte më shumë diell, po dielli është në ana tjetër. Edhe anë i bitalën të shi. Ose lart. Por bora bora ngriu. Bora ngriu? Bora ngrirë, do më thënë nuk është me borë, është akut. Besoj se nesër shkrihesh dëgjoj se nesër kishte shindur. Po. Edhe nesër futemi pastaj në jetën e përditshme, jo kaq shumë ftohtë, se me vërtet ka qenë shumë ftohtë. Ne, sidomos ne që bëjmë. Pse zotit më thon të dy. Ersi ishte në punë dje. Po, dje isha në punë. Po. Një 3 orë mëngjes edhe me makinë shkoj makinë ardhi. Shpejt. Po ftohtë. Aman gjë e vështirë kur ikëm me makinë, është që ti du ta bësh gati makinën. Do të thënë ti nuk mund të hipësh makinë dhe ti ikësh sepse ajo kishte ngrirë krejt, çdo lloj gjëje. Kishin ngrirë xhamat para, xhamat mbrapa, çdo gjë. Ne zelenja 5 minuta, 10 minuta edhe përveç Sprite-in që i tha. Po, edhe nëse s'ke koqush nuk isha unë se është. Pas ndal gjithë shumë të mirë. Sa bukur. Nëse s'ke koqush nuk isha unë. Duhet edhe ta gryesh me atë gjën që ke kastile për ta gryer. Edhe të nisesh pastaj. Edhe shumë ndezur nuk lejohet që ta lash makinën një që shura 5 mëngjesit dhe ka shtëpi aty dhe bëhet zhurmë shumë. Po grus që tu nez traktor. Po jo, se dëgjohet ai e ka kridhon e gjumit aty. Dhe ta ketë më. Ere, ja, prandaj them unë. Edhe me ligj nuk lejohet. Se shka lexoj një ligj. Ku dion që më një job, po ndoshta ai ligji ishte për shkollave. Jo, afër zonave të banuara, ku e ke shtëpinë ti? Pas ka ndalë njerëzit sa bukur me të gjithë fëmijët, me lodra, me gjëra. Lartë se bidielli. Okej, edhe kështu. Kështu diskutojun dhe andi ligjet, shohim. Se është lezo sa ligjet, sa çuditshme. Kjo është jeta e emigrantëve. Si kanë fëmijët këta më bursa sa të shtërvjellët për të lozur në natyrë, të jashtëzakonshëm i kanë. Ai qenë kanë marrë ca makina me los. Kanë marrë ca makina kështu me telekomand. Ure si s'qajnë kalamajsh të këtyre edhe në punë, na që e dini që unë shes lodra, shesun, unë shes asgjë, po të dyqani. Edhe nuk qajnë kalamajsh të këtyre për qamet, që ma jepe dua, nuk pej kur kështu. Nuk e di që ju bëjnë këta, si i drajnojnë, por sinqerisht ta kanë super disiplinë, super disiplinë. Edhe i kanë, ne i kemi fjetë aktiv, por i kanë shumë më shumë se se që bëjmë në Shqipëri. I kanë shumë aktiv, i lejnë shumë të lirë. Të lirë, shumë. Na njerë më duket e të prume. Sa bukur. Vetu a tregoj. Na është më bukur. Follow through, take your time. You move like water and taste like wine.
You're holier than I am, holier than I am. Gentle hands, golden eyes. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am, holier than I am. I am the dust, you are the rain. You pull me close, I push away. I swear I love you. Neve, ju thash që do ju thoja për tasat, ta rezistojnë në furr, sepse nuk e dija. Do të thënë, e dija deri diku që rezistonin, po si kisha testuar. Deri tash nuk është thyer asnjëri dhe i kemi futur një 2-3 herë në furr. Edhe kësaj radhe Andi i harroi se i mori që t'i ngronte, edhe i harroi kanë aty sa ku kanë, u bën një orë, gati janë tharë përsëri. Drekat ishin janë shumë të shishme, e anto si kanë rezistuar salmoni. Ai është pilaf, oriz integral me bizele edhe me salmon, kurse imja është orizo me perime edhe me pull. I hodha dhe pak djathë sipër dhe bëhet shumë e mirë. Shkoni sa e nxehtë është sa duket avulli, që brenda është më ngrohtë se jashtë normale. I harruam. Sepse kemi ndarë shtëpinë, Andi ka marrë kuzhinën, unë kam marrë dhomën e gjumit edhe po bënim punët secili në anët e veta. Edhe asnjëri si ka mbaruar punët tamam, por avash. Sot unë se kam me qef t'ikim palestër, do doja të pushoja, por unë i ikim me një kut qetër në palestër, nuk ikim vetëm. Andi është shumë i apasionuar pas palestrës dhe ka shumë qef edhe ikim çdo ditë ikim në ora 7 deri në 8 ikim palestër. Mas 20 minuta që diskutojmë. Aman hajde. Më bën mirë sepse kam shkuar sot bëhet fiks një javë që kemi bërë aponimin në palestër, na 7 ditë ne kemi shkuar 5 ditë. 2 ditë. 6. Jo, 2 ditë mungom, një ditë që more pakon. E një ditë që more pakon po tjetër? Jo, është vetëm një. Vetëm të njëjtën. Vetëm të njëjtën pas kemi munguar. Sot duhet Kush jam unë, se unë po të bëj aponimin mujor të palestrës 6 herë shkoj gjithsej. 6 herë shkoj gjithsej, po do shkojmë edhe sot, do hajmë buk tashi. Kjo është dreka jon e dytë. Sepse ne hëngrëm drek jashtë. Shikon, dreka jashtë ishte e mirë, por nuk na shijoj se unë t'jem shumë në faj, dhe unë urreja të ndjesin e ndjenjes në faj kur e ha diçka, e kam shumë bezdi. Dhe prandaj do mundohem që mos të haj më jashtë. Ku po ikim ne? Në luftë. Ne po ikim palestër. Do luftojmë me hekrat, që si më ngrënë, sepse grës është ngrënë faktikisht, po na ngrënë shumë sa është ftohtë rrugës. Por do vesh edhe si xhupën. Vate. Sinqer. Kam bërë më shumë se ç'duhet, edhe po ndihem shumë e lodhur. Sa po ngrohëm bukën e Andit dhe e futëm te kjo termosi. Është shumë i bukur, edhe Andi e dha verdiktin, e provoi, edhe tha që me vërtet e mban bukën e ngrohtë. Tash unë e hedh direkt të nxehtë aty, e mbyll edhe nesër kur ta haj Andin 12 është e ngrohtë. Jo tani të djegi, po më mirë se akull e ftohtë është. Është ngrohtë. Është e pakët. Dhe pastaj kjo është ngjyra e preferuar e Andit, që ta dini. Andi ja dhuron këtë ngjyrë. Kjo thotë është ngjyra e tij e preferuar. Edhe kishte termosa të zi, kishte edhe kjo ngjyra. Edhe kushtoni 9,99 €, shumë të mirë. Edhe unë bëra këtu pak kos, bëra pak tarator me kos, me hurdhër, vaj ulliri edhe krip. Që kur të flej gjumë, ta knaq Andin për e sa i ngri. Edhe kur nuk ha një njeri hurdhër dhe tjetri han, dihet jashtëzakonisht shumë. Por nuk e di pse. Po pra, tamam, që të pakte mos të ndihet se kur ato dy s'ndjehet. Ja, e di një dy lum që por me kaq po e mbyllim këtë weekly vlog, këtë vlogun javor, që kërë Andi se s'është Se u tova çave. Këtë vlogun javor tonin, kjo ishte java jon e parë e palestrës. Jemi shumë të lumtur që e kemi nisur, me thënë të drejtën. 4 herë kam thënë këtë fjalë.
por ndihemi shumë energjik, ndihemi më mirë, edhe ato pas ditët që rrinim gjithë ditën shtrirë aty te divani, i kemi transformuar, i kemi çu te palestra tani. Ora është 9:30 gati 10, unë do haj kosin dhe do flej gjumë. Sot tash ndam edhe punët, e kemi rregulluar dhe shtëpinë antikushinën unë dhomën e gjumit, edhe jemi shumë të lumtur. Kalari edhe të burrë, shika. Sa mirë lanë ti burrë, janë të më mirë se unë. Për ditë lajme. Për ditë lajme. Po, tash pra ti unë, tash vjetë që do filloj në 2026. Po, kështu ka thënë, 2026 ka thënë, do filloj, ka thënë, ti jem aktiv. Deri tashi jemi të kënaqur. Mund të bënte edhe më mirë, por mund të mos ishte edhe fare, që kështu jemi mirënjohës. Edhe thash, me kaq po e mbyll këtë vlogmasin, se më ka ardhur orari i gjumit, e kështu që po dalli ku them, që kështu paçim dhe takohemi te vlogu tjetër. Na ka ngel orari te vlogmasi, te vlogu tjetër. Pafshim!